fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë cilën jemi. Vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeminist. Nuk kupton se s'ka as breng, e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Ma bite shumë ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Sikur se dini, u zhvillu takimi me presidentën. Kemi dhënë idenë tonë që me ecë përpara, pra që do ta votojshim kandidat për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet e kemi mirë prit këtë mundësi, pra të bisedesh me presidentën. Në emër të PDK-s unë edhe një herë kërkova që kryetari i vetëvendosjes deputeti Kurti ta ndryshoj kandidatën, të vijë me një propozim që ka mjaft në grupin e tij parlamentar që marrin shumicën parlamentare. Një gjë e tillë nuk pres që do të ndodhë, andaj fatkeqësisht jemi në situatën pothuajse të njëjtë cilën jemi, por megjithatë duhet ta shohim këtë takim si një hap para, një përpjekje shtesë edhe nga ana e involvimit presidentës në gatim për të gjetur një rrugë zgjidhje. Ju njoftoj po ashtu se gjatë diskutimeve kam propozu që presidentja në zbatim të përgjegjësive dhe prerogativeve kushtetuese cilat i ka, e cilat ja jep neni 84 i kushtetutës, e konkretisht paragrafi 2 i këtij neni, ku kërkohet apo obligohet që të garantoj funksionimin kushtetues të institucioneve, që në një moment kur të e vlerëson, e besoj që ai moment tashmë është këtu, apo është afër, që ndoshta t'i drejtohet gjykatës kushtetuese të Kosovës, qoftë me pyetje kushtetuese, të cilat në kaluarën gjykata si ka pranuar, por sipas praktikave të Komisionit Venecias në raste tepër të rëndësishme ka përjashtim nga precedenti, apo përmes dërgimit një lëndë në gjykatën kushtetuese për krejt procesin zgjedhor në mënyrë që të kemi një rrugdalje. Unë jam koshient që ne ma shumë se sa problem juridik, ne kemi problem politik. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe do duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo çështje imponuese autoritare e lëvizjeve të vendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para shtetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Thash që nuk jam as pak optimist që zoti Kurti do të ndrojë qëndrimin, sepse ai e ka ditë prej herës parë kur i ka dështuar e dytës, e gjashtës, e tash sot edhe 15-ës që votat nuk i ka. Ai nuk i ka votat as për komision, as për kryetare, e as për kryeminist. Por duke mos i pas votat, është duke mojt krejt shtetin, fatkeqësisht dhe gjithë neve si qytetarë në radhë parë. Atëherë sot patëm një takim konsultativ të thirrur nga Presidenti i Republikës Kosovës, pas të cilit takim kryesisht partitë politike qëndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nënkupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshim politik, e nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokoj këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje, sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj i vonesë, dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng, e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Gjithsesi, në këtë takim kam propozuar, e kam shtruar dhe elaboruar idenë e qeverisë unitetit për një periudhë të shkurtër, kalimtare me agjendë të qartë, me pika të qarta të definuara ndërpartijake. Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk ishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Siç kemi thënë deri më tani,
insistimi në ide paraprake, pra në dëshira partijake pa shumicë parlamentare, sjell gjendjen e ngërçit politik, dhe ky ngërç politik është i dëmshëm edhe për Kosovën, por edhe të ardhmen euroatlantike që na kemi përpara. Tani do të takoj dhe kryesinë e partisë, do të kemi edhe një deklaratë politike të lidhjes demokratikë. Në situatën e tanishme nuk kemi as interesuar të vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve të mbledhjes. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga situata. Dallimet janë të qëndrimeve politike. Pra, nëse nuk ka lëvizje politike, instrumenti i takimit është i padobishëm. Kot takosh nëse je për të përsëritur gjërat e njëjta siç jep në paramediave. Takimi duhet të ketë kuptim nëse ka gatishmëri politike për gjetur një zgjidhje. Kjo gatishmëri nuk u dha sot. Ne kishim një ide, kishim një plan përpara. Dy partitë të tjera dhanë mirë kuptim për këtë plan. Presidentja natyrisht kërkoi dhe unitet dhe për disa çështje madhore që vente në vijë me idenë tonë të qeverisë unitetit, por kjo punë është vështirë të bëhet pa të parin, pa partinë e parë, atë që i ka 48 mandate. Gjithsesi, e ftojmë edhe partinë e parë të marrë përgjegjësinë dhe të ofrojë një zgjidhje për dalur nga ngërçi i tanishëm, sepse bllokada imponuar nga ta nuk jep zgjidhje. Asnjë propozim, asnjë lëvizje nga dëshirat partijake. Pra mblodhem për të thënë gjëra që i dim. Se i tillë ky takim do s'ka për fat kuptimin. Nuk ishte sepse presidentja nuk jep zgjidhje, kjo është vullnet politik i partive politike. Gjithsesi, kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka të drejtën e formimit të shumicës, pretendon se mund ta bëj, le ta bëj. Ajo që më habiti shumë, ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Që kjo pritje më tepër është çështje mediatike e jo e popullit të Kosovës. Dhe për këtë spajtohem fare. Është çështje shumë urgjente. Me lënë vendin pa institucione, më mbledh 16 herë pas një rezultat, dhe pas një shpresë në horizont, është çështje shumë urgjente për Republikën e Kosovës dhe qytetarët tonë. Dhe fakti që se kupton që është urgjente, është edhe më shqetësuese. Provova të shtroj idenë tonë. Kjo ide po përsëris edhe një herë u prit mirë nga pjesëmarrësit, përjashto partinë e parë. Dhe ju thash që jam i hapur për propozime tjera. S'po ofroni propozime për dalje nga kriza, me qenë se pozicionet paraprake janë të pa kaluar. Natyrisht që kam refuzu. Edhe plot takime tjera, po të mbahen për atë çështje do ta refuzoj. Nuk i tradhtoj asnjëherë votuesit e LDK-s, këtë mbani mend. Po ishte dakordons logjike që nëse s'ka pajtueshmëri dhe zvarritje, zgjedhjet janë zgjidhje përfundimtare. Tani, kjo është çështja sepse partia e parë ka bllokuar kuvendin dhe nuk është tutje për shkak të krizës procedurale. Por në therr kriza është politike. Duhet jemi qartë gjitha partitë politike që është LDK-ja sot. Askush nuk ka shumicë politike në kuvendin e Kosovës. Po të kishte shumicë, por deri pas ka shumicë, do të ketë dhe krizë.